I nderuar drejtori i Institutit të Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, zotëria Dhe Temi, i nderuar i rektori i Universitetit Prishtinës, profesor Arben Hajdullahu, i nderuar drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, zonja Blerina Rogova Gaxha, i nderuar i zoti Riza Gjakli, ish i burgosur politik, i nderuar i zoti Gani Morina, përfaqësuesi i Këshillit Familjarëve të Ushtarëve të vrarë në Armatën Jugoslave, i nderuar i zotërica Desku, përfaqësuesi i familjes Jetullah Deskut, fatkeqësisht për shkaqe shëndetësore nuk ka arritur të na bashkangjitet sot edhe Mihane Krasniqi, nëna e ushtarit të vrarë Abedin Krasniqi, i nderuari ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zotëri Petrit Malej, të nderuar familjar të ushtarëve të vrarë në Armatën Jugoslave, të nderuar invalid e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, përfaqësues e udhëheqës të institucioneve shtetërore, të nderuar profesor e akademik, zonja dhe zotëri, jemi bashkë këtu sot në Bibliotekën Kombëtare në këtë forum diskutimi për ushtarët e vrarë shqiptar në Armatën e Jugosllavisë. Kjo dëshmon që institucionet shtetërore dhe shoqëria jonë nuk e harrojnë asnjë kategori të krimeve të kryera nga Serbia ndaj shqiptarëve dhe asnjë periudhë të historisë që na ka sjellur deri këtu ku jemi sot. Vrasja e djemve 3 shqiptar në Armatën e Jugosllavisë, teksa po e krynin shërbimin ushtarak të obligueshëm, është një kapitull krejt i veçantë i krimeve të kryera nga Jugosllavia, veçanërisht nga Serbia ndaj shqiptarëve. Kjo histori është e shtrirë në një periudhë mbi 40 vjeçare, që nga viti 1951 kur ka ndodhur 2 vrasjet e para të tilla. Rasti i parë i vrasjes së një ushtari shqiptar në ushtrinë e Jugosllavisë ishte në korrik të vitit 1951 në një kazermë ushtarake në Vishegrad, në Bosnjë dhe Hercegovinës. Aty, pasi kishin dështuar ta bindin 3 kurtohej në shërbimin e fshehtë ushtarak, autoritetet ushtarake jugoslave e vranë Ramadan Xhelil Gashin, me regjin nga fshati Vërboci i Drenosit. Ramadan Gashi aso kohë ishte vetëm 20 vjeçar kur e vranë. Nga atëherë kanë kaluar 74 vite, por asot e kësaj dite, familja Gashi nuk e ka marrë trupin e Ramadanit, siç nuk kanë marrë asnjë shpjegim për rrethonat e vdekjes. Në të njëjtin vit, pra 1951, dhe sërish në Bosnjë Hercegovinë, por në kazermën e Bihaqit, u vra 22 vjeçari Ibrahim Emini. Prindërve të tij, babait Eminit dhe nënës Nazifes, nga fshati Glamnik i Podujevës, nuk u dhan kur ndorzim kufomën e djalit të tyre dhe as ndonjë shpjegim zyrtar se si u vraj. Vrasjet e ushtarëve shqiptar vazhduan edhe gjatë viteve të 60-ta dhe deri në fund të viteve 70-ta kur gjithsesi u vran 16 ushtarë shqiptar. Pas demonstratave të vitit 1981, në kuadër të politikave shtypse të Jugosllavisë ndaj shqiptarëve, vrasja e ushtarëve shqiptar gjatë shërbimit ushtarak u kthye në një nga format e terrorit shtetëror. Kështu, vetëm gjatë vitit 1981 u vranë 7, ndërsa në vitin pasues më 1982 u vranë edhe 10 ushtarë shqiptar. Që nga viti 1981 deri në vitin 1993, vit pas viti vazhduan të vriteshin ushtarë shqiptar, herë nga 4 të vrarë si më 1983, 84, 86, 88, e herë më shumë si kurse në vitin 1987 kur u vranë 12 ushtarë shqiptar. Më shumë të shqiptarë të vrarë në ushtrinë e Jugosllavisë pati me 1991. Vit ky kur u vranë gjithsej 49 ushtarë shqiptar. Ndërkaq në tërësi që nga viti 1951 e deri në vitin 1993, në Armatën e Jugosllavisë janë vrarë të paktën 135 ushtarë shqiptar. Mes tyre Idris Krasniqi nga Zhilivoda e Gushtris, Halil Hajrullahu nga Banulla e Lipjanit, Shevqet Jashari nga Prekazi Skënderajt, Yzer Sadiku nga Rahovica e Preshevës, Enver Elezi nga Shkupi, Beqir Sahiti nga Stublla e Vitis, Malik Azizi nga Korita e Gostivarit, Recep Blakaj nga Javllanica e Pejës, Fadil Gashi nga Dobërdoli Podujevës, Besim Fazliu nga Prishtina, Sherif Kashtanjeva nga Nerodimja e Ferizajt, Vesel Duraku nga Demjani Gjakovës, Hakim Morina nga Glareva e Klinës, Elmi Popaj nga Bella Crka e Rahovecit, Enver Alia nga Sallagrarët e Suarekës dhe shumë të tjerë. Këto janë vetëm disa nga emrat e ushtarëve të vrarë, që i përmenda për treguar që institucionet e Kosovës dhe shoqëria jonë i njeh ata me emër dhe me mbiemër e jo vetëm si numër,
dhe ua njeh historitë e rasteve të tyre dhe do të fiksoj si në historinë e Kosovës, ashtu dhe në dosjet e krimeve të kryera nga shteti i Serbisë ndaj shqiptarëve për të cilat do të kërkohet drejtësi. Sot këtu do të flitet edhe për raste specifike, sikurse për rastin e Jutlla Deskut nga Shqiqeva e Klinës, andaj unë do të doja ta shquaj edhe një rast specifik. Me 1 shkurt 1990, e prori ushtarak serb Ljubisha Vishnjevac nga Peja e kishte vrarë në Podujev një djalë të ri me emrin Fadel Talla. Duke dashur t'i shpëtonte dënimit për këtë vepër, ai kishte kërkuar ndihmë nga kapiteni shqiptar Hamit Haxhiu, por ai kishte refuzuar duke kërkuar t'i tregonte urdhërdhënës. Pas kësaj gjyqi ushtarak e dënoi Ljubisha Vishnjevacin me 8 vite burg. Në qershor 1990, kur Hamit Haxhiu shkoi në kuzhinën e kazermës për të pirë ujë, ati i dha një birë me helm, duke e helmuar rënd. Pas 3 javësh në spital, Hamit Haxhiu vdiq me 11 korrik 1990. Janë mbi 135 raste me histori të këtilla, disa prej të cilëve do të dëgjojmë edhe sot në këtë forum, por për të kësaj të gjitha këto raste dhe secili prej tyre do të hulumtohet, do të evidentohet, do të ta ketë dosjen e tij në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kjo është edhe një nga arsyet përse e kemi themeluar këtë institut. I përhershëm qoftë kujtimi për ushtarët shqiptarë të vrarë në armatën e Jugosllavisë, për ta do të kërkohet drejtësi dhe ata do të jenë në histori. Ju faleminderit.